Lajmi I mirë. Para thënje, thunja tjeta miku im dhe mirë se vjen. Çka do të dëgjosh janë fjalët më me rëndësi që ke dëgjuar ndonjëherë gjatë jetës tënde. Këto fjalë shpjegojnë marrëdhënien ndërmjet Zotit dhe njeriut. Fotografia numër 1. Në fillim, vetëm Perëndia ka ekzistuar. Nuk ka patur asgjë tjetër. Perëndia krijoi botën dhe udhëroi që drita të shkëlqej. Ai krijoi diellin që ta qeveris ditën dhe hënën që ta qeveris natën. Zoti është I mirë dhe ai qeveris mbi çdo gjë. Fotografia numër 2. Informatën që je duke dëgjuar vjen nga libri I Zotit. Ky libër është fjala e Zotit dhe na tregon për Zotin dhe rrugët e Tij. Ai përmban shkrimet e shumë profetëve të mirë njohur. Zoti don të gjithë njerëzit. Ky libër na shpjegon pse Perëndia ka qenë I detyruar që ta largon vetveten prej njerëzve, që e don atë shumë. Ai gjithashtu na shpjegon se si Zoti ka bërë një plan që ta sjellë njerëzit prapa tek ai, që të bëhen miqtë e Tij dhe bijtë e Tij. Ky libër quhet Bibla. Fotografia numër 3. Zoti krijoi gjithçka me anë të fjalës që ai foli. Ai tha, le të bëhet, dhe kështu u bë siç ai foli. Ai foli dhe I bëri qiellin. Ai foli dhe I bëri detin. Ai foli dhe toka u bë. Pastaj ai I krijoi të gjithë qenjet të gjalla në të njëjtën mënyrë. Peshku në ujë, zoq në qiell dhe të gjitha kafshët tjera. Në këtë mënyrë, Zoti foli çdo gjëje që të ekziston. Zoti ishte I kënaqur me të gjithë që ai I bëri. Çdo gjë që Zoti I krijoi ishte mirë. Të gjitha ishin shumë të mira. Fotografia numër 4. Zoti bëri njeriun e parë nga pluhuri I tokës dhe gruan e parë nga brinja e njeriut. Ai I emëroi ata Adami dhe Eva. Zoti donte Adamin dhe Evën. Ai I dha atyre autoritet, kontroll mbi çdo gjë që I kishte krijuar. Ata ishin miqtë e Zotit. Zoti I bëri një kopsht të bukur për ata që të jetojnë aty. Atje Zoti I fliste atyre, ai I dha leje atyre që të hajnë frytet nga çdo pemë që ndodhet aty përveç frytit të një peme. Por ata zgjedhën që të mos binden Zotit dhe I hëngrën frytin e ndaluar. Ata mëkatuan kundër Zotit. Ata e thyen miqësinë me atë dhe kështu ai ishte I detyruar që ta dënonte ata. Zoti I uren mëkatin. Ai I dëboi ata nga kopshti I bukur. Prej asaj kohe e deri më sot, njerëzit është dashur të punojnë shumë rënd për të fituar bukën e gojës dhe ushqim të mjaftueshëm. Mëkati po ashtu I pruni dhimbjen, vuajtjen dhe vdekjen. Fotografia numër 5. Adami dhe Eva kishin 2 fëmijë. Emrat e tyre ishin Kain dhe Abel. Kaini ishte xhelos ndaj Abelit dhe një ditë e vrau atë. Zoti dënoi Kainin që e bëri këtë vepër të ligë. Zoti është shumë I lënduar kur njerëzit mëkatojnë. Mëkati është ai që na ka ndarë neve nga Zoti. Zoti dhe njeriu nuk mundeshin të kenë më marrëdhënie të ngushtë miqësor ashtu siç dëshironte Zoti. Fotografia numër 6. Adami dhe Eva kishin edhe fëmijë të tjerë.
dhe shumë gjenerata kaluan, tani kishte shumë njerëz të gjithë ishin pasardhës të Adamit dhe Evës. Çdo njeri prej tyre nuk u bind Zotit. Ata bëheshin më shumë e më shumë të lig. Mëkati i tyre u bë aq i madh saqë Zoti vendosi që të zhdukte të gjithë njerëzit me anë të vërshimës së madhe. Në atë kohë ishte vetëm një njeri që e donte dhe dëgjonte Zotin. Emri i tij ishte Noeu. Zoti i tha Noeut që ta ndërtonte një anije të madhe të quajtur ark. Zoti do të shpëtonte Noeun dhe familjen e tij nëpërmjet kësaj anije. Noeu ju dash shumë vite për ta ndërtuar këtë ark. Gjatë gjithë këtyre viteve, Noeu i qortojke njerëzit për rrugët e tyre të këqija dhe tregojke për dënimin që Zoti do ta dërgonte. Njerëzit nuk dojshin me besu qortimeve të Noeut. Ata nuk deshtën të kthehen mbrapa nga rrugët e tyre të këqija. Fotografia numër 7. Zoti i pruni kafshët Noeut nga secili lloj dhe Noeu i vendosi ata në anije. Pastaj Noeu dhe gruaja e tij dhe të 3 djemt të tyre së bashku me gratë e tyre po ashtu u futën në anije. Në ark ishte gjithsej vetëm 8 njerëz së bashku me kafshët. Pastaj Zoti i mbylli derën. Pas 7 ditëve, Zoti dërgoi një shi shumë të rëndë dhe i pruni ujë nga thellësia e tokës. Për 40 ditë Zoti i vërshoi krejt tokën. Ishte shumë vonë për ata që ishin jashtë arkës. Ata të gjithë u mbytën. Mirëpo Noeu dhe familja e tij ishin të sigurt në ark, sepse ata kishin besuar dhe bindur Zotit. Fotografia numër 8. Shumë vite kaluan dhe pasardhësit e Noeut u bën shumë fise. Abrahami ishte njeri prej këtyre pasardhësve. Ky ishte njeri i cili po ashtu donte Zotin dhe u bindke atij. Zoti i premtoi Abrahamit se pasardhësit e tij do të jenë një popull i madh. Abrahami dhe gruaja e tij Sara nuk kishin fëmijë në atë kohë. Mirëpo, ata prap i besuan premtimit të Zotit. Kur ata ishin shumë të moshuar, ata kishin një fëmijë që e emruan Isak. Zoti e premtoi se do të bënte diçka shumë të veçantë nëpërmjet Isakut dhe pasardhësve të tij. Abrahami kishte fëmijë nga një grua tjetër. Një nga këta fëmijë u emrua Ismail. Ai u bë babai i kombit arab. Fotografia numër 9. Pasardhësit e Isakut po ashtu u bën një popull i madh të quajtur Izrael. Një nga pasardhësit e Isakut ishte Mojsiu. Ai po ashtu besoi dhe i u bind Zotit. Zoti i thiri Mojsiun në mal ku atje ai i foli me atë. Zoti i dha ligjet që ta mëson popullin. Mojsiu zbriti nga mali me ligjet e Zotit të shkruara në pllaka guri. Ligjet e Zotit janë për të gjithë njerëzit. Ligjet e tij janë të mira. Fotografia numër 10. Ligjet që Zoti i dha Mojsiut janë për të mirën e të gjithë njerëzve. Këto ligje na tregojnë neve se ne duhet ta duam, ta adhurojmë dhe të bindemi Zotit të vërtet që është një. Ne nuk duhet të bëjmë idhull dhe të përkulemi atyre. Ne nuk duhet ta përdorim emrin e Zotit në mënyrë të pahishme, mos respektuese. Të gjithë njerëzit duhet të ndajnë një ditë brenda çdo jave që të pushojnë dhe të adhurojnë Zotin. Fëmijët duhen me u bind dhe me u nderu prindit e tyre. Ne nuk duhet të vrasim. Ne nuk duhet të shkenim besnikrinë bashkëshortore. Ne nuk duhet të vjedhim. Ne nuk duhet të bëjmë dëshmi të rreme kundër njerëzve të tjerë. Dhe ne nuk duhet ta dëshirojmë gjërat që i takojnë të tjerëve. Fotografia numër 11. Në ato ditë,
kur personi bënte mëkat duke thyer ligjet e Zotit, ai është dashur të flijon një qenç Zotit. Është dashur qingji të prehet që mëkatari shkelsi i ligjit të mos vdes. Ky flijim do ta përkujtonte mëkatarin shkelsin e ligjit, se ishte gabim me e thyer ligjin e Zotit, dhe se ky ishte shumë jo e pëlqyeshme për Zotin. Qengji ishte një simbol i një flijimi shumë më të madh që do të bëhet më vonë. Një flijim i cili Zoti vetë do ta bën. Ky flijim do ta fshin mëkatet e çdo njeriu, të cilët do ta pranonin flijimin e Zotit si flijim për shkak të mëkateve të tyre. Zoti planifikoi me dërgu Jezusin në botë që të bëhet flijim për mëkatet e çdo njeriu. Zoti i tregoi për këtë disa profetëve të tij dhe këta shkruajtën për këtë në Bibël. Është thënë për Jezusin, ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Fotografia numër 12. Jezusi lindi në mënyrë shumë të veçantë. Një engjëll nga qielli ishte dërguar te një virgjëresh e re të quajtur Maria. Maria ishte e fejuar, premtuar për martesë për një njeri të quajtur Jozef. Engjulli i tha Maris që Zoti do të shkaktoj që ajo të ngjel 7 zën, pa pas marrëdhënie me mashkullin. Maria e dinte se Zoti kishte fuqi ta bëjë qiejt dhe tokën, duke shqiptuar fjalën. Ajo dinte se Zoti mund ta bën atë që kishte thënë se do të bën, dhe ajo i besoi atij. Në mënyrë shumë të veçantë Zoti ishte ati i Jezusit. Engjulli po ashtu i u shfaq Jozefit në ëndër. Engjulli i sqaroi Jozefit se Maria nuk ka shku me mashkull tjetër, por Zoti është duke bërë diçka shumë të veçantë brenda saj. Ai udhëzoi Jozefin dhe Marin që ta emrojnë fëmin me emrin Jezus, që do të thotë shpëtimtar. Jozefi i u bind Zotit dhe nuk fleti me Marin derisa fëmia u lind. Fotografia numër 13. Rreth kësaj kohe, mbreti kërkoi që çdo njeri të kthehet në qytetin e stërgjyshve të tyre, dhe kështu që ai të jetë në gjendje që ta kryej regjistrimin e njerëzve. Maria dhe Jozefi patën me udhëtu për në qytetin e Betlehemit. Kur ata arritën atje, askush nuk pati dhomë për me lëshu atyre. Të gjithë shtëpit ishin plot me njerëzit, kështu ata u detyruan që të qëndrojnë në një vend ku atje u ruajshën kafshit. Dhe ndodhi që në atë vend, Maria lindi foshnjën Jezus. Atë mbrëmje, engjulli i Zotit ju paraqit disa barinjve, të cilët ishin duke ruajtur delet në fush aty pranë. Ai i tha atyve se ky fëmia i veçantë, i cili do të jetë shpëtimtar i gjithë popullit, është lindur aty pari në afërsi. Pastaj papritmas u paraqitën shumë engjëj në qiell, duke kënduar dhe lavdruar Zotin. Barinjt shkuan të shohin këtë fëmijë të veçantë. Ata i treguan njerëzve rreth e përçak për atë se si engjëjt janë paraqitur atyre. Fotografia numër 14. Neve nuk na është treguar atë shumë për fëmijërinë e Jezusit në Bibël. Neve na është treguar se Maria dhe Jozefi kanë marrë me veti fëmijën Jezus në Egjipt, atëherë kur dikush donte ta vriste foshnjën e shenjtë. Pastaj ata u kthyen në Izrael, në një qytet që quhej Nazaret. Jezusi u rrit në dituri dhe forcë, dhe hiri i Zotit ishte mbi atë. Kur Jezusi ishte 12 vjeçar, Maria dhe Jozefi i morën atë në Jerusalem. Ai fliste për Zotin me mësuesit dhe udhëhecit e Izraelit. Ai i dëgjonte ata, i pyetke ata dhe përgjigjet pyetjeve të tyre. Ata të gjithë ishin të befasuar për njohjen dhe diturin e tij për Zotin. Kur Jezusi ishte në moshën 30 vjeçar, ai filloi të mësonte njerëzit për Zotin. Shumë njerëzit besuan mësimin e tij dhe ai u bë shumë i njohur.
Fotografia numër 15. Jezusi kishte fuqi të madhe prej Perëndis për ta bërë mrekullira. Ai ishte në gjendje me shëru njerëzit e verbër. Ai i foli njerëzve të vdekur dhe ata u kthyen në jetë. Ai bile eci mbi ujërat e detit. Ai bëri shumë mrekullira të mëdha në prezencën e shumë njerëzve, që ta vërtetonte që ai ishte i dërguar nga Perëndia dhe kishte autoritet nga Perëndia. Ai mund ta shqiptonte fjalën dhe u bujke pikërisht ashtu siç kishte folur ai. Jezusi ishte shumë i veçantë dhe shumë njerëzit e kuptuan këtë. Fotografia numër 16. Jezusi i bëri shumë vepra të mrekullueshme dhe shumë njerëzit shkuan pas tij dhe ndoqën atë. Jezusi ishte i sjellshëm, i shëroi të smurit dhe mësoi rrugën e Zotit. Jezusi ishte i mirë. Jezusi nuk bëri asnjë mëkat. Jezusi çdo herë i bëri atë çka Perëndia dojke që ai të bënte. Ai erdhi që ta tregonte neve dashurinë e Zotit dhe ta ftonte njerëzit që të kthehen prapa, të ndjekin Zotin dhe të ecin në rrugët e Zotit. Mirëpo, atje ishin do njerëz me ndikim shumë të madh religjioz dhe udhëhes, të cilët ishin shumë xhelos ndaj Jezusit. Ata nuk dëshironin me pranu se ata kishin thyer ligjet e Zotit dhe se ishin mëkatar, sikur që ishte pjesë tjetër e popullit. Zemrat e tyre ishin të forta dhe ata nuk donin ta besonin se Jezusi është dërguar nga Zoti. Ata folën gënjeshtra për Jezusin dhe i burgosën atë. Ai ishte i rrahun. Ushtarët i vendosën një kuror me thera dhe u tallën me atë. Jezusi ka mundur të kundërshtonte dhe të ndalte ata, por ai Fotografia numër 17. Ushtarët e kryqëzuan Jezusin te kryqi i drurit. Pastaj i vendosën kryqin në pozicion vertikal të ngulitur në tokë dhe Jezusi ishte i varur aty derisa vdiq. Në ato ditë ishte zakon që të vriten kriminalët më të rëndë në këtë mënyrë mizor. 2 kriminalë të tjerë po ashtu ishin të gozhduara te kryqet po në atë ditë. Mirëpo Jezusi nuk ishte kriminal, ai ishte i pafajshëm. Ai nuk ishte bërë asnjë mëkat. Në atë ditë ai po vdiste për shkak të mëkateve të tjerëve, jo të mëkatit vetjak. Ai ishte duke vdekur për mëkatet e njerëzve që ishin gjallë në atë kohë, por edhe për mëkatet e mëkateve të njerëzve që do të vinin më vonë në të ardhme. Vdekja e tij e largon dhe fshin të gjithë mëkatet e atyve që dëshirojnë të kthehen prej rrugëve të tyre mëkatar dhe ta pranojnë flijimin e tij si flijimin e tyre vetanak. Kur Jezusi vdiq, ai bëri një flijim të përkryer. Ai i pagoi për mëkatet e të gjithë njerëzve me gjakun e tij të pamëkatshëm. Zoti ka thënë se të gjithë flijimet e tjera nuk janë më të nevojshme, sepse Jezusi bëri një flijim të përkryer. Fotografia numër 18. Armiqt e Jezusit menduan se kanë shkatru atë, mirëpo nuk ishte kështu. Pasi Jezusi vdiq në kryq, një mik i pasur e vendosi trupin e Jezusit në shpellën e tij të re për varrosje. Ata e mbyllën hyrjen në shpellë me një gurtë të madh. Në ditën e tretë, herët në mëngjes, disa gra erdhën te shpella të bëjnë adetet, zakonet e duhura të varrosjes. Ato u befasuan kur e pan gurin e rrotulluar anash shpellës dhe Jezusi nuk ishte aty. Ato bile ishin më të befasuar kur e pan 2 engjuj të cilët thanë se Jezusi ishte i gjallë. Këta lajmtar të Zotit i thanë atyve në mënyrë shumë të qartë se Jezusi është ringjallur nga vdekja. Fotografia numër 19.
Pasi që Jezusi u ngrit nga vdekja, ai filloi të vizitoi disa dishepujt të tij. Ai bisedoi me ta dhe hangri bukë me ta. Thomai, një nga dishepujt e tij, dëgjoi për këtë, por nuk mujke me besu se Jezusi është i gjallë përsëri. Ai tha, derisa nuk e shohi plagët e tij nga gozhda dhe nuk preki atë, unë nuk do të besoj. Jezusi erdhi përsëri te grupi i tij, përsëri kësa here kur Thomai ishte prezent atje. Jezusi foli në mënyrë të drejtë për të drejtë Thomait, dhe Thomai ra në gjunjtë e tij para tij, duke besuar. Jezusi tha, sepse më ke parë Thoma, ti ke besuar. Lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar. Fotografia numër 20. Për 40 ditë pasi që Jezusi u ngrit nga vdekja, ai u paraqit përpara shumë njerëzve. Shumë njerëz i pan atë dhe kuptuan se ai ishte i gjallë. Tani ishte koha që Jezusi të kthehet prapa në qiell. Ai i mbaroi punën për të cilën kishte ardhur. Jezusi tha ndjekësve të tij se ata duhet të shkojnë jashtë dhe t'i tregojnë çdo kujt dhe në çdo vend se çka kishte bërë. Ai pastaj, kur shumë ndjekësit e tij shikuan, Jezusi u ngrit nga toka dhe shkoi më lart derisa u mbulua me një re dhe u zhduk nga pamja e tyre. Shumë shpejt pas kësaj, 2 engjëjt u paraqitën. Ata i thanë dishepujve se Jezusi do të kthehet një ditë në mënyrë të njëjtë sikur që shkoi në qiell. Jezusi tani është në qiell, duke përgatitur vend për të gjithë ata që do të besojnë, do të ndjekin Jezusin. Jezusi bëri rrugën për ne që të vim te Zoti. Fotografia numër 21. Pse Jezusi vdiq në kryq? Jezusi vdiq për të shpëtuar mëkatarët nga dëshkimi i mëkatit. Jezusi asnjëherë nuk mëkatoi. Ai vdiq që ta largon mëkatin që na ndan prej Zotit. Kryqi na përkujton neve se Jezusi ishte qengji i Perëndis pa të meta, i shenjtë, i pa mëkat, i pastër. Ai është flijuar për neve. Kur ne i besojmë Jezusit dhe pendohemi, kthehemi prapa prej mëkateve tona. Zoti na i fal mëkatet tona. Jezusi na bën neve bij dhe bija të Zotit dhe miq të Tij. Fotografia numër 22. Jezusi, para se të vdiste në kryq, ai i tregoi shumë tregime që të ndihmojnë njerëzve ta kuptojnë rrugët e Zotit. Ai mësoi se ka 2 rrugë. Çdo njeri ja nis në rrugën e gjerë të mëkatit që çon në shkatrim dhe ndëshkim. Ne të gjithë i kemi natyrë mëkatare që kemi trashëguar prej Adamit, njeriu të parë. Ne kemi mëkatuar duke bërë gjëra që nuk i pëlqejnë Zotit. Jezusi ka thënë se ne duhet ta lëshojmë rrugën e gjerë dhe të kalojmë në rrugën e ngushtë që çon te Zoti dhe në qiell. Ne mundemi vetëm nëpërmjet Jezusit të hyjmë në rrugën e ngushtë. Ne hyjmë në atë duke u penduar për mëkatet tona dhe duke pranuar se flijimi që Jezusi bëri në kryq ka qenë për shkak të mëkateve tona. Pse mos të flasish tani atij me gjithë zemrën tënde? Thuaj atij, Zot, ti je i madh dhe i shenjtë, po unë po i rrëfej ty se kam mëkatuar. Unë besoj se Jezusi ka vdekur në kryq për ta paguar për mëkatet e mia. Të lutem më fal, më pastro zemrën time dhe bëje mua një nga fëmijët e tu. Unë dëshiroj me ndjek rrugën e Jezusit dhe të vi të jetoj me ty në qiell kur unë vdes. Faleminderit atë. Amen. Fotografia 23. Jezusi mirëpret popujt nga të gjitha fise, kombe dhe gjuhra. Kur ata besojnë te Jezusi, ata të gjithë bëhen fëmijë të Zotit.
Edhe pse ata janë prej shumë kombeve dhe kulturave, ata i takojnë të njëjtit familjes së Zotit, të gjithë së bashku të bashkuar për arsyes të Zotit Jezus. Ata janë në rrugën e ngushtë që çon në qiell. Fotografia 24. Një natë, një mësues i religionit i quajtur Nikodem erdhi të bisedonte me Jezusin. Jezusi i tha atij një gjë shumë të pazakonshëm dhe të çuditshëm. Jezusi tha se çdo kush që dëshiron të përket, të takon familjes së Zotit, duhet që të lindet për së dyti herë. Kur ne hymë në familjen e prindërve, ne jemi të lindur aty. Kur ne hymë në familjen e Zotit, është sikur jemi të lindur për së dyti. Lindja e parë është fizike, mishnore. Lindja e dytë është shpirtërore. Ne nuk kemi fuqi ta ndryshojmë vetveten. Shpirti i shenjtë dhënë nga Perëndia na jep neve jetë të re. Kur ne besojmë dhe ndjekim Jezusin, ne bëhemi njerëz të ri, njerëz të Zotit. Fotografia numër 25. Para se Jezusi të kthehet përsëri në qiell, ai i premtoi dishepujt të vet se ai do ta dërgonte atyre shpirtin e shenjtë dhurat nga Perëndia. 10 ditë pasi që Jezusi u rikthy në qiell, ishte një fest ditë e shenjtë e hebrejve. Njerëzit hebrejnë që jetonin në vende të ndryshme erdhën në Jerusalem për ta festuar këtë. Dishepujt e Jezusit ishin po ashtu prezent atje. Të gjithë së bashku në një vend, papritmas, shpirti i shenjtë i Zotit erdhi dhe i mbushi të gjithë dishepujt, ashtu siç kishte premtuar Jezusi. Këta njerëz hebrejnë që kishin ardhur prej vendeve të ndryshme u çuditën kur dëgjuan dishepujt duke folur në gjuhët e vendit prej nga cili kishin ardhur për gjëra të mrekullueshme që Zoti kishte bërë. Shpirti i Zotit është i fuqishëm. Tani, shpirti i shenjtë jeton te të gjithë të krishterët të vërtet dhe i jep atyre fuqi që të dojnë dhe të binden Jezusit. Fotografia numër 26. Njeriu, para se të beson te Jezusi, ai është sikur njeriu që ecë në errësirë. Ai pengohet, ngec dhe shpesh bie në mëkat, sepse nuk ka dritë që do ta udhëheq atë. Kur ne besojmë te Zoti Jezus, ne bëhemi sikur njeriu që ecë në një rrugë të drejtë në një ditë me diell. Jezusi ka thënë: "Unë jam drita e botës. Nëse njeriu më ndjek mua, ai nuk do të ecë në errësirë." Zoti i jep shpirtin e tij të shenjtë për të ndihmuar dhe mësuar të gjithë besimtarët se si ta jetojnë jetën sipas Zotit. Fotografia numër 27. Një i krishter është një person i ri dhe ai dëshiron me u bind fjalës së Zotit. Ai është mirënjohës për shkak se Zoti i ka falë mëkatet e tij. Besimtari i Jezus Krishtit nuk duhet ta bën tradhti bashkëshortore, pra shkeljen e kurorës, të grindet, të vjell, ose të alluron illuj, ose zotra të tjera, ose shpirtra të këqij. Shpirti i shenjtë i jep fuqi besimtarit që të kthehet nga gjëra të këqija dhe ata të bën gjëra të mira. Fotografia numër 28. Kur familja është duke ecur në rrugën e Zotit, burri e duan gruan e tij dhe gruaja e nderon burrin e saj. Kjo është ajo që fjala e Zotit urdhëron. Ata i ndihmojnë dhe inkurajojnë njëri tjetrin dhe i mësojnë fëmijët e tyre që ta dojnë Zotin dhe të binden fjalës së tij. Familja krishtere lutet dhe punon së bashku për Zotin. Fotografia numër 29. Jezusi i mësoi ndjekësit e tij që të dojnë të gjithë njerëzit, bile edhe armiqt e tyre. Ne duhet
të ndihmojmë çdo njeri që është në nevojë, bile edhe njerëzve tjerë të kombeve dhe religionave tjera. Jezusi tregoi një tregim për një njeri që udhtonte për një qytet tjetër. Vjellësit i sulmuan dhe i rahën atë. Një njeri që ishte i religionit tjetër i gjeti udhtarin që ishte i lënduar rënd. Ai i ndihmoi njeriu për këtë sepse ai kishte nevojë për këtë. Ai nuk kërkoi që të jetë i paguar. Jezusi tha se edhe ne duhet të bëjmë gjëra të mira sikur ky që i bëri. Fotografia numër 30. Disa njerëz janë në kontakt me Satanin ose me shpirtra të këqij ose besojnë në illuj dhe fetisha para se ata të bëhen ndjekësit e Jezusit. Ndjekësit e Jezusit nuk duhen të jenë miq me shpirtra të këqij. Ne nuk duhet të friksohemi prej tyre ose të shërbejmë ata. Zoti është më i fuqishëm se sa Satani, shpirtra të këqij, illuj ose fetisha. Besimtari krishter çlirohet dhe shpëtohet nga çdo gjë që i takon Satanit dhe shpirtrave të këqij. Ne, besimtarët, nuk duhet të friksohemi prej Satanës. Ne duhet vetëm që të kërkojmë që Zoti të na ndihmon dhe të na mbron neve. Fotografia numër 31. Një herë ishte një njeri i pushtuar, i mbushur nga shpirtrat e këqij. Litarët dhe zinxhirët nuk mundeshin me mbajt atë, sepse demonët që ishin brenda tij ishin shumë të fortë. Jezusi udhëroi që demonët të dalin jashtë tij dhe ata dolën. Ky njeri u çlirua nga fuqia që shpirtrat kishin mbi atë dhe shkoi me tregu se çka Jezusi i bëri. Jezusi ka shumë më tepër fuqi se sa shpirtrat e këqij kanë. Ai ka çliruar shumë njerëz nga kontrolli i tyre. Satani dhe shpirtrat e këqij duan patjetër me u bind Jezusit. Fotografia numër 32. Satani shpesh përpiqet që të provokon fëmijët e Zotit të ndalen të mos ndjekin Zotin Jezus. Satani dëshiron që ne të harrojmë Zotin dhe rrugët e Zotit dhe mundohet me na josh me gjërat siç janë për shembull paraja, teshat e bukura, duhani, imoraliteti dhe pije të forta alkoolike. Satani ka dëshirë që ne të besojmë se këto gjëra janë më me rëndësi se sa Zoti. Ai ka dëshirë që ne të besojmë se këto gjëra do të na bëjnë të lumtur. Mirëpo Satani është gënjeshtar. Ai përpiqet që të na mashtron neve dhe të na kthen kundër Zotit. Shpirti i Shenjtë do të na ndihmon që të rezistojmë tundimit kur ne i besojmë Zotit Jezus dhe i ndjekim atë. Fotografia numër 33. Jezusi i tregoi këtë tregim. Një i ri u largua nga shtëpia, shkoi larg në një vend dhe bëri shumë gjëra të këqij. Ai bëri tradhti bashkëshortore, i harxhoi të gjitha parat që ja kishte dhënë babai i tij. Dhe mëkatoi me të madhe. Kur paraja e tij mbaroi, një zi buke të rënd erdhi dhe ai u bë shumë i varfër dhe i uritur. Ai u pendua për mëkatin e tij dhe u kthye te babai i tij për të kërkuar falje. Babai i tij dashuroi me të madhe atë dhe ai i pranoi të riun prapë përsëri. Ky tregim na tregon neve se nëse ne mëkatojmë, ne duhet sinqerisht të pendohemi dhe të kthehemi prapa nga mëkatet tona. Sepse Zoti na don neve aq shumë dhe për shkak të flijimit që Jezusi i bëri për neve, Zoti mund të na falë mëkatet tona dhe të na pranon neve prapë përsëri. Fotografia numër 34. Çka duhet të bëjnë kur njerëzit e Zotit smuren? Ata munden të luten Zotit në emër të Jezusit dhe të besojnë se ai do të bën më të mirën. Ata nuk duhet të luten askujt tjetër, ose të këshyrin për hajmali, ose fetisha. Zoti është në gjendje me shëru njeriun e smur, ose të ndihmon atë ta gjenë mjekim të duhur. Zoti na don neve
dhe kontrollon çdo gjë që ndodh fëmijëve të tij. Zoti i mbron besimtarën nga Satani, kështu pra ne nuk duhet që të friksohemi. Jezusi është me neve që të na jep paqe në kokrat me qetësime. Fotografia numër 35. Ne të gjithë e dim se një ditë do të vdesim. Por çka do të na ndodh neve atëherë? Bibla, fjala e Zotit, thot se kur i krishteri vdes, shpirti i tij shkon me qëndru me Zotin Jezus Krisht. Miqt e tij nuk duhet të pikëllohen. Ne nuk duhet të friksohemi vdekjes, sepse ne e dim se Zoti na don neve dhe na ka shpëtuar prej mëkatit nëpërmjet besimit ton te Krishti. Ai, i cili është flijim për mëkatet tona. Jo besimtarët nuk e kanë këtë ardhme të mrekullueshëm të jetës së përjetshme me Zotin pas vdekjes. Ata shkojnë në vendin e dënimit sepse ata kanë refuzuar rrugën e Zotit. Fotografia numër 36. Çdo pjesë e trupit ton ka detyrë të posaçëm. Syri është për të shikuar, veshji është për të dëgjuar, dhe goja është për me fol dhe hangër. Të gjitha pjesët e trupit punojnë së bashku. Në qoftë se një pjesë është i smur ose i lënduar, gjithë trupi e ndjen këtë. Zoti thot se besimtarët janë pjesë i një trupi, të quajtur bashkësi ose kish. Zoti Jezus është koka e atij trupi. Zoti ka punë për çdo të krishter që të bëj, për shembull, të predikon, të këndon, të mëson të tjerët, të merret me bujqësi ose të jetë gjellëbërës. Çdo njeri duhet të punon për Zotin Jezus dhe të ndihmon që gjithë trupi të jetë i fuqishëm. Të gjithë besimtar duhet ta dojnë njeri tjetrin dhe të punojnë së bashku, sepse përndryshe trupi nuk do të jetë i fuqishëm. Fotografia numër 37. Të gjithë besimtarët duhet të përpiqen që të takojnë njëri tjetrin rregullisht për me adhuru Zotin. Ne mësojmë nga Bibla, këndojmë himne dhe lutemi. Ne duhet po ashtu të bëjmë dhurata për punën e Zotit. Perëndia po ashtu na udhëron që ta përkujtojmë vdekjen e Zotit Jezus. Njerëzit e tij e ndajnë bukën dhe pinë. Buka na përkujton neve trupin e Jezusit, i cili ishte i dërmuar për neve në kryq. Pija na përkujton neve për gjakun e tij, i cili është derdhur për të na pastruar neve nga mëkati. Ne, në këtë mënyrë, përkujtojmë vdekjen e tij, derisa ai të kthehet përsëri prapë në tokë. Fotografia numër 38. Një ditë Zoti Jezus papritmas do të kthehet prapa përsëri në tokë nga qielli. Pikrisht ashtu siç ka premtuar. Ai do të vjen me marrë të gjithë familjen e Zotit. Jezusi do të ngritë të gjithë njerëzit e Zotit nga varret që kanë vdekur. Varret e tyre do të jenë të zbrasta. Njerëzit e Zotit që janë ende gjallë do të shkojnë me ta. Në të gjithë do të takojmë Zotin Jezus në ajër. Dhe do të jemi me atë për gjithmonë. Jo besimtarët do të lihen anash që ta përballojnë gjykimin e Zotit. Ne nuk dim se kur Jezusi do të kthehet, por ne duhet të jemi gati dhe të presim atë. Fotografia numër 39. Ashtu siç pema jep prodhon fryte, ashtu edhe shpirti i Zotit prodhon fryte të mira në jetën e besimtarit. Jezusi ka thënë: Unë jam hardhia, ju jeni shermedet. Kush qëndron në mua dhe unë në të jep shumë fryt. Shpirti i shenjtë i Zotit jeton dhe punon brenda zemrave tona. Frytet që ai prodhon brenda neve janë dashuria, hareja, durimi, dashamirësia, mirësia, besnikëria, përullësia dhe vetë kontrolli i jetrave tona. Në qoftë se degat e pemës nuk japin fryt,
ata preken, ata vdesin dhe digjen. Ndjekësit e Jezusit duhet të prodhojnë shumë fryte. Ky i jep lavdi dhe nder Zotit Atit ton qiellor. Fotografia numër 40. Jezusi i tha ndjekësve të tij se ata duhen të shkojnë dhe të tregojnë të tjerëve lajmin e mrekullueshëm se ata mund të jenë të shpëtuar nga mëkati dhe nga dënimi i përjetshëm. Shumë njerëz janë të hutuar nga ajo që mendojnë se në çka besojnë të krishterët. Për ata është një fshehtësi, misteri e madhe. Ata mund të mendojnë pse këta njerëz janë aq shumë të ndryshëm nga njerëzit tjerë. Pse ata veprojnë në atë mënyrë? Çka janë qëllimet e tyre? Në qoftë se je ti besimtar, krishter, ti duhet të ndihmosh të tjerët ta kuptojnë se ky është lajmi i mirë për çdo njeri. Shpirti i shenjtë i Zotit do të na ndihmon që të kemi urtësi dhe guxim derisa na ndjekim Jezusin. Përfundimi, miku im, unë besoj se ky CD ishte interesant dhe tërheqës për ty dhe do të ndihmon ty që ta kuptosh më mirë se në çka besojnë të krishterët e vërtet dhe mënyrën se si duhet të veprojnë ata. Ti ndoshta ki dëshirë që të shkon prapa dhe të dëgjon këtë CD për shumë herë. Ndale CD-n në cili do pjesë dhe mendo për këto fjalë të rëndësishme. Pyete vetveten, apo ndjeki rrugën e Zotit ashtu siç duhet ta ndjeki? Ai kam lejuar që flijimi i Jezusit që është bërë në kryq të bëhet flijim për mëkatet e mia. Bisedo me Zotin nga zemra juaj. Ai i don të gjithë njerëzit. Ai të don ty.